Se 60 vite, mu me thonë lirisht që në shpinë tonë të zagartë që në hekë korë. Me di se punëtorë këmë e pague, ekstra veç % dhe mi e këta korë heq. Një qenë që më ka të cofë, ndashtë e ka 4 vjetë, aja është njëtën tajme ma shumë, aja më badhimt. Në këtë ullëse përballë zhurit kanë qëndruar pikërisht 3 gjenerata të familjes Ajazaj. E në sot kemi Hasret Ajazaj, i cili na tregon me rrëfimin e tij që 60 vite familja e tij kanë pasur një hobi të madh për qant, e ai sot posedon 13 qan. Gjithçka filloi nga gjyshi e vazhdoi te nipi. Dashuria e madhe për qant familjen Ajazaj e veçon nga shumë të tjera në zhurë. Ma shumë se 13 copa për momentin i kam. Kam pas 15, para 2 jave shë 3, u këtë 2 copa mi ka mërë. Shë që 13 për më dokon pak tash. Do të mi zavëncu, dhe mi bo dhe ja 2, mi bo 15. Ka njësë që 60 vjetë. Ma shumë se 60 vite, mu me thonë lirisht që në shpinë tonë të zagartë që në hekë korë. Për mi 60 vjetë, për gjyshin. Gjyshin kam 82 vjetë, që tash gjyshin e kam në Gjermani. Edhe kur vjen pushim, është pensioner i Gjermanisë, është edhe që vjen pushim, ala del në gjveti me zagartë. I pëlqen, a? I pëlqen gjvetia dhe është i fort, ala del në gjveti. Jenë të mësuvet, ku të një prej fillimit fshatit gjura, atje deri më barem të me pytë për mu, kretë e din që unë e maj qenë shumë. Nuk e vjen që o di. Me bon dikush tjetër kisharë ndoshta që di, ja për mu kërkujna që di si vjen. Hasret Ajazaj, nipi vetëm në familje, tregon se sa i lumtur është që gjithmonë në jetë të pranishëm i kishte qant. Dhe në ka dhonë gjyshi, babi, më kanë dhonë, më kanë lonë si trashimi që shto, të na thënë gjurë një fjallë, më kanë lonë dherë dhe s'unë do t'i heki mu. Kështu që ata mu më kanë lonë dherë këtë zanatë, njëtën teme së më nejë kur një hekë. Po nështë ta deri në 300 euro, 400 euro në muj. Edhe 500 varet me pas një problem shëndetësor, qent edhe ma shumë, se nuk është bashkëlirë me që të mjeku një qenë. Ose nëjë dëmtim që të bëhet prej e gërsina, për nëjë derit, nëjë dikujna për shambull, që du të me shku me mjeku, me kep, ose... Ka njerë i qesë edhe 13. Balli e zash me sështë me qitë për mi mledh, dhe një është pak zarë. Bile njerë, a di që më ka ndodhë, këm qitë 13, ku marrë me 12 një shpe. Ku marrë të shpia se kam, ku marrë unë jonin malë, ku më shku prave, ku marrë Ani pse sot është 38 vjeçar, për veçanëve nuk merret me diçka tjetër. Ata gjyshi e babit gjithmonë kanë majtë pak jo shumë, s'kanë majtë 6-7 maksimum i kanë majtë babi, ose 8, kursone që ku majtë mas shumë të deri 22 kom pas. Deri 22 Po, deri 22. A ka qenë për juve lodhshme me majtë, pse i keni këtë tani? Ja, e bëjmë me qef e bëj këtë punë. Ja, nuk lodhëm kur hiq. Që ku kam ka rri këto vika 2 orë, 3 orë që të rri. Një qenë që më ka të cofë, ndashtë e ka 4 vjetë, aja është njëtën tajme ma shumë, aja më badhimt. Ata kom pas i pjesëtar të familjes e kom pas. Njëhet si pjesëtar i familjes, si aja kur ka cofë njëhet në dhimbje, e kom një shpirtin të. E gjithë familja i ka shkuar në mërgim, gjithë të cilën po e sunon edhe vetë aj. Shunjëm për momentin veç shunjëm. Kom pas edhe do t'jem tagjës dhe ata e në shkuhe. Jënë shku për zojt, jo për qefit, për kushteve, për du të me ikë. Unë më kërra njëse që tash me nejtën, këto pak, po nështë adhëm këm ikë. Po këta jo mi ikë. Me di se punëtorë këm e pague, ekstra veç % dhe mi ikë ta kurreq. Krahas gjithë dashurisë që ka për qent, ai nuk e mendon ta vazhdojë jetën në Kosovë.